kur u martova, a ishe kjo fjalë me ti edhe me shoqen tënde? Nëse ka qenë kjo fjalë me ti dhe me shoqen tënde, në shtëpinë tënde ka 3 gjëra. Ka qetësi shpirtërore, ka dashuri të vërtet, ka edhe mëshirë. Plus asaj, secili e din ku e ka vendin. Baba e din ku e ka vendin, nana e din ku e ka vendin, djali ku e ka vendin, motra ku e ka vendin, ai ku e ka vendin. Pra, a jemi martu me këtë fjalë ajo? Pyetje bëhet. Pra, kjo fjalë, la ilaha illallah, dëgjojnë këtë ngjarje. Këtë e kam përjetuar vetë. Martohet me një vajzë të pasanikut. A s'ka pas fëmijë tjetër përveç se këtë vajzë. Ne i thomi e lazdrume ma për tepër, ajo vajza. Babgjishi i jep dhurat dhëndit, shpeje 3 katë, komfore. Lumuzina tipi i ri. Televizori sa faqe e murit. Nëse babgjishi vdes para këtine, këtë pasuria e babgjishit i mbetet këtine. Nuk kalon mas martesës, a një muj gruaja i thot burit, thot unë kam shoqe, unë kam shok, ata më kërkojnë dalëm të shëtitim, shkojmë na për kafiqe, shkojmë edhe në plash. Buri mirë, i arsimuar islamikisht, i tha, ashtu si i tha Jusufi vllazneve, na mashtroj shejtani. Shejtani mashtroj vllazneve, nuk e mashtroj Jusufin. Për ki e bën vetën se edhe unë kam gabime, gjanë normalisht, çdo kush ka gabime. I thot, mëj shoqe, ne kemi hapur një fletë të re të jetës tonë me martesën. Martesa është gjisma e islamit plotësohet. Me martesën gjismën e islamit, por gjismën më ndohet i kje. Tha, ne presim inshallah Zotit na dhuroj fëmijë, edhe të punojmë, të ndihmojmë janë i qetit, ta kalim sa ma lehtë këtë botë, edhe botën tjetër ta fitojmë. Jo, shoqët më bjen telefon, une duhet shkoj, une sondajemi, une kam qeni njërë me ata para juve, para këndi. E që të ngarfloj këtë djali. Edhe e detyroj të shkoj të babgjishi. Shkon të babgjishi, ja vjen kafen, për para kë nuk e pejnë kafen, a thotë, babgjish kemi një problem. Ora, qërë problemi? Shpaja 3 katë komfore, televizori atej, frigoriferi i mushum me ushqim, lumuzina unë ta mushi, benzinë, nafte, ku ta djevri. Qërë problemi kini juve? Shpije bukur do prishet, qerje bukur do drishket, lulje bukur do vishket, Ramadanin e tijen e tjetë do vdiset o vllai dashur. Në ditë do shkohet. Thot, qëra problemi? Vajza juj do ndale për sëria, që ashtu janë. Buri hesht gruja, thotë, lene në të buje të rëdlejkun e vetë. E do vaj e koha, shka një islam koha, dijet koha, kur fillohet islami dhe kur mbaron. Dijet. Jo bat, jo zmat, thotë, o babgjish, foli fjallin e fundit. Qa thoi? Së një preshi vajzës, unë një vajzë, kam një e vlatë, si t'ja preshi. Ashtu më puna ngret në kam. Dërtohet nga gruja. Elshume je, elshume je, elshume je. E në shpejs madhe. Ka ti pari elshumash, i diti elshume, i treti elshume, i thket limuzinës, elshume është, i thket televizorit, elshume. Gjishi është të halis. Pse është të halis? A ka burë sot që për shembull i shkon këta i shpa italane për la ilaha illallah? Kjo është la ilaha illallah. Kjo është la ilaha illallah, që i refuzoj këtë bukurin e kësaj dunjas. Po si thoni Allah i gjithë të talanin rrugë, jo, pasha Allahun. Kjo është 78 kjo ka ndodhë. Anonim në të mbetet. Ne ta dini se këtë e këm përjetu. Martohet me një grua muslimane, tash i ka ditë gjemë të ditë janë me fakultet. Jetë të lumë të rjeton. Pra, ta lësh për Allah, Allah i ka të zafësuaj në atë në tjetër.